më fol pak për ushqimet që e pajsit, edhe racave të tjera. Ajsi ka kokrat e veta, ka ushqimet e veta. Nuk del nga kokrat, për shembull, Jo, del. Për shembull, qenushat e mëdhenj, unë shpesh herë ju zi kocka viçi dhe me lëngun e tyre ju bëjmë makarona ose diçka tjetër ose ju jap kokrat. Jo të ngelim gjithmonë te kokrat, sepse kokrat okej, unë ndonjëherë i përdor për shpejtësi. Një zgjidhje e shpejtë, si makaronat për njeriu që është ushqim 5 minuta. Gjella shtëpie janë shumë, doktor, vdesin. Edhe bukën e hanë shumë, pavarësisht që për qenushët buka nuk është e rekomandueshme, por që ato e duan shumë, mundohem t'ju gjej një çik të zezë, pak integrale. Ato janë 4 dhe duan 4 copë me motor në vakt. Kështu që kanë vetë shpenzimet e tyre. Kanë konservat, megjithëse unë kam një mendim, nuk e di çfarë mendimi ka doktori, që qenushi kur kalon një farë moshe duhet të jesh dhe pak më e kujdesshme në mënyrën e të ushqyerit, si për shembull oriz, një çik peshk. Kur flasim për të ushqyerit, nuk shkakton edhe erë të rëndë. Normalisht është arritur në moshë. Kur flasim për të ushqyerin, normalisht unë jam fan i koncentratave, megjithatë. Kur fusim ushqimet nga shtëpia të gatuarat, duhet të jenë kontrolluar për sa i përket yndyrnave. Patjetër kripës, janë shumë produkte të cilat na ndikojnë negativisht të kafshët. Për shembull, mund ta thoni disa ushqime që nuk duhet t'i japim, po. Kocka është e para dhe Jo, lëngun e kockave, palsën, nuk ta them të kocka, për shembull, më ndodh shumë shpesh që marrin telefon dhe thonë doktor, kemi problem me jashtëqitje, nuk del dot jashtë kafsha. Dhe të parën pyetje që bëj, kur ka ngrënë kocka? Dhe më thonë, para 24 orëve, para 12 orëve, para 3 ditëve. Dhe normalisht kjo është një problem në të cilën normalisht qeni kockën e ka shumë qejf, por përfitimi nga kocka është pothuajse zero. Zero. Domethënë është një kënaqësi, është një pastrim gurzash i dhënve kur themi, dhe ka një përqindje aq të vogël kalciumi përfitimi të madh që nuk, domethënë, e krahasoj me zero. Normalisht këto gjëra duhen pasur parasysh sepse nuk jepen. Tani ashtu si themi dhe për njerëzit, për shembull dhjami në përgjithësi nuk është yndyrë e tepruar, nuk është më e mira, por ka dhe shumë gjëra specifike. Për shembull, ëmbëlsirat nuk duhet të jepen asnjëherë në kafshë. Domethënë nëse neve duhet të ham sasira që themi që po vemi drejt asaj që të vuajmë nga diabeti, qenia akumulon sheqerin dhe normalisht një sasi e vogël kalon në diabet. I bën dëm, po. Përveç ëmbëlsirave do shkojmë edhe tek frutat. Frutat e stinës, për shembull, se mund të themi hëngri një fet shalqi ose një pjesë shalqinit të ftohtë, do t'i bënte mirë, por jo sasirat të mëdhaja. Jo akullore. Akulloria ka shumë sheqer. Vdesin tash, nuk e di a është krijuar akoma akullora për qenushën. Po, duhet të jetë një biznes shumë si timprurës. Po, mund të jetë një prodhim i veçantë. Sido që t'jetë, normalisht në të ushqyer është pasandaj edhe në bazë të moshës që ka, duhet nevojat ushqimore, ndryshe ushqet një i vogël deri në 1 vjeç, ndryshe ai në rritje dhe ndryshe një i madh mbi moshën 10 vjeçe. Të gjitha këto shikohen dhe diskutohen me veterinerin për të përcaktuar një bazë ushqimore dhe pasandaj shtesat nga familja nuk është domosdoshme si thuash ta ndaloj dikush nga doktorat e thotë stop mos e jepni. Mund të haj dhe mund të haj shumë mirë edhe ushqime shtëpie. Por diskutohet çdo gjë. Këshilla për macet, sepse ato nuk dalin, nuk i nxjerrim. Po mund të haj gjithçka. Macja normalisht ju thash që yndyrnat është gjë më e keqe që mund të mos përdoret në raste të tilla. Kockat po ashtu, me që flasim për macen, halat e peshkut janë shumë problematike, sepse macja e do shumë peshkun, por duke qenë se ka një kërkesë shumë të lartë për llojin e këtij ushqimi, mund edhe mos e kontrolloj mirë. Të gjithë ndodh që të ka përdi deri dhe po, mund të jetë e përgatitur, po. Unë kam zgjedhur në Roma. Kur kemi kosi frutave ka ëmbëlsirë dhe duke qenë me ëmbëlsirë normalisht nuk bën për ta ngrënë. Mund t'i përdori kosin e freskët të ftohtë, po, të thjeshtë. Ta bësh vetë në shtëpi. Kosin e thjeshtë mund ta përdorësh, por jo ato që janë të përgatitur që flasin për që kanë ëmbëlsirën brenda, sepse çdo lloj ëmbëlsire për kafshët. Edhe kosin me masë sepse krijon krimba.
çdo derivati i qumshit krijon. Shko, duke dhënë çdo 3 muaj ilaçin që është për parazitë e brendshëm, e këtë mbrojtur dhe këtë mbledhur mendjen. Po si ka probiotik? Jo, e ka fjalën për parazitë të brendshëm sepse bulmetet japin një përqindje ose më mirë them ndihmojnë në riprodhimin dhe në zhvillimin e parazitëve të brendshëm. Tot Roko që mbaroi hapësira kaq ishte edhe mënyra që duronte këtë pjesën. Roko kërkon nga arkiva juaj në salçiçe. Kjo është. Kemi, kupton fjalën salçiçe. Ju falenderoj shumë.